Përshëndetje për të gjithë, më tregoni kur t'jeni gati. Jeni gati? Atëherë të nderuara media, të nderuara gazetar, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në këtë konferencë pas mbledhjes kryesisë, në të cilën diskutuam disa çështje, të cilat janë të rëndësishme. Së pari, grupet parlamentare, sipas rregullores së punës së Kuvendit, i ndanë komisionet parlamentare, pra sipas formulës së përcaktuar me rregullorën e punës së Kuvendit. Kuvendi i Republikës së Kosovës, pra pas miratimit në seancën e sotme e të jashtëzakonshme, që do të mbahet në orën 19:00, do t'i ketë 16 komisione parlamentare, pra 4 komisione të përhershme dhe në anën tjetër 12 komisione funksionale me nga 11 anëtar, me përjashtim të Komisionit për Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve me 12 anëtar. Pra ndarja e komisioneve, sipas formulës, është bërë sot në mbledhjen e kryesisë së Kuvendit. Natyrisht që grupet parlamentare dhe në orën 19:00 do të njoftoheni se kush kryeson dhe kush do të kryesoj këto komisione parlamentare, por ajo çfarë është e rëndësishme të thuhet është që vetëvendosje do të kryesoj 9 komisione parlamentare, PDK-ja 3 komisione, LDK-ja 2 komisione, lista serbe 1 komision dhe grupi multietnik do ta kryesoj 1 komision. Në anën tjetër po ashtu miratuam që të trajtohet kërkesa e qeverisë për ndarjet buxhetore për muajin mars, pra 1/12 sipas ligjit për qeverinë, dhe në anën tjetër rregullorën e punës së qeverisë, pra në përputhje me këto dokumente, qeveria ka bërë këtë kërkesë për Kuvendin e Republikës së Kosovës, prandaj edhe kjo çështje do të jetë si pikë rënd i ditës në seancën e sotme të jashtëzakonshme që do të mbahet në orën 19:00. Dhe çështja tjetër ndërlidhet me një rezolutë që ndërlidhet me procesin e padrejtë që po zhvillohet në Hag ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sipas diskutimeve në kryesinë e Kuvendit, ka vullnet nga grupet parlamentare që kjo rezolutë ta marrë mbështetjen e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Do të ketë paraprakisht një takim të përfaqësuesve të grupeve parlamentare për ta diskutuar më tej rezolutën, por besoj që pavarësisht dallimeve që mund t'i kemi për çështje të ndryshme, kur bëhet fjalë për luftën e drejtë ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në raport me proceset e padrejta që po ndodhin në Hag, duhet të jemi të unifikuar, duhet të jemi bashkë. Prandaj faleminderit juve që ishit të pranishëm në këtë konferencë dhe natyrisht që uroj që të kemi bashkëpunim të mirë. Më lejoni t'ju falenderoj edhe për pranimin tuaj dhe angazhimin që keni pasur edhe dje në seancë ku u konstitua Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe ku u votua Qeveria e Republikës së Kosovës. Natyrisht që na presin shumë punë. Unë jam shumë e bindur njësoj sikurse në detyra tjera, edhe në këtë detyrë që do ta kryej me përgjegjësinë më të lartë, që do të kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me juve mediave. Sipas njoftimit që kam pranuar sot, qeveria ka miratuar marrëveshje ndërkombëtare dhe natyrisht që sapo t'i kemi të pranuara gjithësisht të procedura në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ne do t'i trajtojmë. Sigurisht që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka procedura në për cilat duhet kaloj, janë seancat e jashtëzakonshme apo seanca tjera të parapara me rregullorën e Kuvendit, por ne jemi të vetëdijshëm që këto marrëveshje ndërkombëtare janë tepër të rëndësishme, prandaj unë uroj që të ketë unifikim të gjitha grupeve parlamentare në mbështetjen e tyre. Sigurisht që edhe buxheti për këtë vit, pra për vitin 2026 është shumë i rëndësishëm dhe ai do të trajtohet në përputhje me rregullorën e Kuvendit. Ju e dini që rregulloria përcakton që duhet kalojnë 48 orë derisa ai të trajtohet, por jam shumë e bindur që do t'i adresojmë përgjegjësitë që i kemi shumë shpejt. Unë jam e bindur që ne do të arrijmë shumë shpejt t'i kalojmë marrëveshje ndërkombëtare dhe nuk do të shkelim apo humbim asnjë afat. Ne kemi qenë në vazhdimsi në komunikim me qeverinë, qeveria po ashtu me Bankën Botërore dhe jam shumë e bindur që do t'i kryejmë me përgjegjësinë më të lartë obligimet që kemi. Faleminderit shumë. Cilat janë çdo komisione që janë shtu? Unë ju thash që shumë shpejt do të njoftoheni raport me komisionet parlamentare.
Janë gjithsej 16 komisione parlamentare, por krahas numrit të ministrive, ne jemi detyruar që të shtojmë edhe numrin e komisioneve parlamentare, por emërtimet e tyre për të njëjtat do të njoftoheni me kohë, në mënyrë që unë mos bëj ndonjë gabim tek ne. Faleminderit.